أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun dhul Xhelal me falënderimet e plota, të vazhdueshme, gjithashtu selam e salavat për Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mi thon mirë se keni ardhur në këtë seminar. Allahu e lutim që më e bëjë të dobishëm për secilin prej neve, për mua dhe për juve. Inshallah dalim prej këtij duke qenë akoma më të vetëdijshëm për argumentet apo nëse mund të them metaforike, armat që i kena në dorë kundrejt çfarë do dyshime që mundet me na ardh prej kujdo. Duana me ditë vëllezër nderuam që Allahu i madhnuar mrekullinë më të madhe që ja ka dhënë këtij umeti dhe që ja ka dhënë rrjedhimisht pas parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas rrjedhimisht edhe këtij umeti, është Kurani famlar apo fjala e tij. Kurani famlar është burimi themelor i fesë. Pra, kur flasim për burimet themelore apo burimet e fesë, ato janë Kurani, është suneti, është edhe ixhmaja, sunetin edhe ixhmanin inshallah kene me marrë me hoxhallar tjerë, po na do më përshëndru te Kurani. Kurani është i pari, qoftë në renditje, qoftë në fuqinë argumentuese. Pastaj suneti edhe ixhmaja gjithashtu e kanë edhe rolin e tyre, mirë po pak a shumë janë të ndërlidhur njëna me tjetrin. Përveç është pra burim themelor i fesë, është fjalë drejt për drejt e Allahut të lartësuar. Pra, kur flasim për Kuranin famlar, duhet me ditë që secilën shkronjë që lexojmë në Kuranin famlar, duhet me ditë që është fjalë e drejtë për drejtë e Zotit. Prandaj kur thu elhamdulillahi rabbil alamin, dije që duke thënë një fjalë që ka thënë vetë Zoti. Edhe ky është një nder dhe privilegj shumë i madh dhe duhet me përjetuar me kujtu gjithmonë këtë fakt në mënyrë që me ditë edhe dimensionin shpirtëror që ka Kurani përveç atij normativ. Çka është normativ? Domethënë ligjvënës, normat, rregullat na i mëson Kurani famlar. Po të njëjtën kohë ka edhe atë efektin shpirtëror, të cilin nuk mund më shkëput. Sot ligjet e ndryshme, kushtetutat e ndryshme, ku e diun e kështu me radhë, e kanë vetëm dimensionin normativ, nuk e kanë edhe dimensionin shpirtëror. Pra nuk është edhe dimensioni i cili e përmbush shpirtin edhe ta përmbush zemrën me qetësi, rahati edhe kështu me radhë, por ka vetëm aspektin çka më bëj, çka mos më bëj. Duke i thënë këto, pra duke dhënë këtë pretendim, inshallah do në vazhdim inshallah do na mundu me argumentu, edhe dim që Kurani pra ka zbrit më shumë se 14 shekuj të plot, pra janë 15 shekuj gati që Kurani fisnik ka zbrit apo ka filluar zbritja e Kuranit fisnik tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe gjatë këtyre 15 shekujve jo të plot, hala nuk ka dalë dikush që ka mujt me sfidu ndonjë aspekt për aspekteve të cilat i ka Kurani fisnik. Me qenë se kemi edhe slajdet do na më shërby me to gjatë shpjegimit. E para, pra do na mi ditë pikat kryesore të cilat i kena për trajtim në këtë seminar, edhe këto inshallah janë pikat të cilat do t'i trajtojmë shumicën e tyre sot, një pjesë inshallah kena mi trajtu edhe nesër. E para është rëndësia e Kuranit si forcë argumentuese. Pra duhet na me ditë rëndësinë të forcës argumentuese të Kuranit fisnik. Pastaj inshallah kena më marrë me metodat që i përdor Kurani fisnik për më argumentu. Pastaj inshallah dalim të disa metoda të mahnitshme që i ka Kurani fisnik, që është i veçantë për themeluesi tyre, ndryshe njihen pastaj edhe si mrekullit e Kuranit. Jo vetëm ato shkencore, po edhe letrare, edhe shpirtërore dhe kështu me radhë. Pastaj i marrim inshallah disa shembuj konkret, pra të këtyre dhe themi pikave të cilat i përmendim, edhe pse edhe për gjatë shëtjellimit inshallah do të shërbejmë me shembuj. Edhe e fundit janë dyshimet të cilat i kanë hedhë të tjerat rreth forcës argumentuese të Kuranit, mirë po që me lejen e Allahut kena më pa që nuk qëndrojnë. Pra, secili dyshim e ka përgjigje nëse jemi aftueshëm i informuar edhe i ditur me mësimet e Kuranit fisnik edhe shpjegimet e dietarëve që i kanë dhënë për to. Po ja nisim inshallah me rëndësinë e Kuranit fisnik, apo rëndësinë e argumentimit me Kuranin fisnik. E shohim që Allahu i madhnuar për gjatë krejt Kuranit, pra prej fillimit e deri në fund, shumë herë përdor shprehje sikur këto ajete janë për ata që mendojnë. Janë ata njerëz që e përdorin mendjen, që e përdorin arsyeën. Këto janë argumente për ata që meditojnë. Pra, i jep rëndësi edhe i jep pesh aklit. Akli është, domethënë, mendja apo arsyeja, ratio e njeriu. Me aftësia e tij për me marrë me përpunu një të dhënë. Pra, këto fjalë që tash jena duke i thënë, kalojnë për arsyeën e juaj
për me mujt me i kuptu. Ju duhet me marrë me i përtyp, me analizu në mënyrë që me mujt me i kuptu. Kurani pra e afirmon shumë autorizimin e arsyes. Nuk ka mundësi pa një minimum të arsyes me mujt me e kuptu diçka. Pra nëse mungon arsyeja apo logjikimi, atëherë nuk jemi në nivelin e qenjes së arsyeshme, rrjedhimisht as obligimet për ty nuk lejnë. Pra, pak a shumë është shëndeti mendor. Pra, dikujt që i mungon shëndeti mendor, nuk ka më obligime për to. Prandaj, në hadithin që e njohur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thotë, rufi al-qalamu an thalatha. Pra, lapsi nuk shon për 3 lloje të njerëzve, 3 grupe të njerëzve. Njëri prej tyre është për atë i cili pra nuk është i shëndosh mendërisht. Ata që janë të shëndosh mendërisht duhet me përndor këtë shëndet. Kurani nënvizon çto. Prandaj edhe e nënvizon aklin apo e afirmon pra autorizimin e arsyes. Edhe në këtë kontekst pra ka ajete të shumta, në anën tjetër e përçmon shumë mos përdorimin e arsyes. Prandaj kur flet për ata që nuk e përdorin arsyen, e përdor një shprehje që është dabe. Dabe, nëse përkthejmë në shqip, i bjen diçka apo dikush që lëviz mbi tokë. E që nuk është patjetër më kon qenë arsyeshme, prandaj edhe shumë shpesh i referohemi kafshëve me emrin dabbe. Ai që heq dorë për përdorimit të arsyes, në analizën e ajeteve apo fjalëve të Allahut mëdhëm, i bjen që ka rënë në nivelin e kafshëve, nuk është më në nivelin e njerëzve apo qenieve të arsyeshme. Thotë Allahu në Kur'an, inna sharra ad-dawabi inda Allahi sumul bukmul ladhina la ya'qilun. Krijesa më të këqija, pra kafshët më të këqija. Do të thënë vini re, thotë dawab, pra kafshët më të këqija te Allahu janë ata të cilët janë të shurdhër me mec ndaj së vërtetës dhe nuk han arsye, nuk logjikojnë, la ya'qilun. Do të thënë kafsha në vetveti nëse është shkon për shëllim vetëm kafsha, pra cila do prej kafshëve që mundet më ardhë në mendje zakonisht për mungesë të arsyes, shumë herë i bëhet zullum gomarit e përmendet, pra ati nuk i thuhet pse nuk logjikon, pse nuk arsyeton, sepse është normale për to. Mirpo, nëse një njeri nuk arsyeton, nuk i merr me analizua jetët, atëherë i bjen që ka rënë në nivelin e kafshëve, Allahu na ruaj. Ose shumë herë domethënë kur nxjerrin për pretendime të ndryshme, palë të ndryshme, Allahu i thot në Kur'an pra kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, thot thuaj sillni prova, tuaj nëse jeni të vërtetë. Domethënë apo thotë që këto s'kan mundësi më bëj, ose Kurani nuk është fjalë e njeriu, se kena mi pa dyshime të cilat i përmendin kundërshtar të ndryshëm, mohues të fjalës Zotit. Mineri thu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Birni provat e juaja, birni faktet e juaja nëse jeni të sinqertë. Sepse nuk mundesh ti me nxjerr një pretendim, edhe më kanë ai interpretimi joti arbitrar pa u mbështetur te asnjë fakt. Ky pretendim edhe kjo mënyrë nuk ka hapësirë më për debat, nuk ka hapësirë më për mi pru argumente. Është çështje inati, në rregull nuk jena duke u marrë me atë pjesë. S'don me besu thu për çka, për inati në rregull. Mirë po për me mujt me nxzu diçka për Kur'anin, duhesh me pru fakte. Allahu i mëdhëm, domethënë vazhdimisht na mëson neve që kur përballemi me situata të tilla, mi thon sillni argumente, sillni fakte, e pastaj ndeshemi edhe i ballafaqojmë. Ata që kanë provuar mi sjell fakte, keni me pa qysh, inshallah, kena me pa pra realisht me fakte qysh demaskohen, sepse fundja nuk janë fakte, po janë thjesht pra pretendime të pabaza. Gjithashtu Kurani shumë herë përdor pyetje retorike edhe forma deduktive të arsyetimit. Çka është forma deduktive e arsyetimit? Dedukcion, çka është? A e din dikush? Pra, dedukcion është kur ti i merr faktet, i merr provat, i analizon ato edhe pastaj bjen vetë në përfundimin që nuk ka mundësi me ardhë një përfundim tjetër. Pra, në mënyrë deduktive ti i merr edhe i lexon. Për shembull, nëse sheh jashtë që është duke rashi, me dedukcion ti thu që unë me bë me dal jashtë, unë e lagem. Domethënë, unë lag shiu. Në mënyrë deduktive ti e nxjerr diçka. Çashtu janë edhe argumentet edhe faktet në Kur'an. Shumë herë pra Allahu i Madhnuar i sjell pyetjet retorikin Kur'an që nëse analizon ato me dedukcion ti del në përfundim që të cilin Kur'ani po don me ta dhon ty si fakt. Thot për shembull Allahu në Kur'an, "Law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata, fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun." Thot sikur të kish pas në qiell edhe në tokë zot të tjerë,
përveç Allahut, pra ma shumë se sa një Zot, atëherë edhe toka dhe qielli ishin shkatru. Do të thënë, po thotë me bu me pas ma shumë se një Zot, kish pas ma shumë se sa një urdhër universal për tokët edhe për qiell. Secili Zot i kish bë sipas çefit, dëshirës, vullnetit të tij. Atëherë do të thënë nuk kish pas mundësi me pas kjo harmoni. Rrjedhimisht me deduksion i bën që nuk ka mundësi me pas Zot tjetër. Ndryshe i thënë këto në filozofi, i thënë edhe silogjizëm. Çka i bën silogjizëm? I bën që kjo. Për shembull, më thon, secili njeri është i vdekshëm. Është një fakt. E dyta thu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kon njeri. Çka i bën tash me silogjizëm? Cili është përfundimi që bën? Thu që atëherë edhe Muhamedi është i vdekshëm. Sepse ai që ka njeri, edhe secili njeri është i vdekshëm, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka i vdekshëm. Qysh i bën tash në kontekstin ton? Pra, më bo me pas ma shumë se sa një Zot. Ishin shkatru toka edhe qiejt. E toka e qiejt nuk janë shkatru. Atëherë i bën që nuk pas ka ma shumë se sa një Zot, po është vetëm një Zot. Edhe kjo është prej forma më të njëjtshme të Kuranit Fisnik, inshallah të metodat me të cilat e përdor Kurani Fisnik, zgjerohemi edhe pak më shumë. Po du më i përmend disa emra ndonjëherë gjatë shpjegimit me tregu anën tjetër e jo vetëm prej trashëgimisë tonë pra Islamit. Se më ju tregu, më ju provë fjalët e Ibn Taymiyes, Allahu më shërof, do të thënë dikush prej jashtë, pra thotë ju jeni të anshëm, sepse Ibn Taymija mbro. Po do të mundohem i provë sham perëndimor, të cilat shumë prej tyre nuk janë muslimanë, janë ateist, madje disa prej tyre edhe janë kundërshtar, mirë po që i pohojnë këto konstatime të cilat i kanë dhënë dietarët tonë. Sepse tek dietarët tonë ka shumë. Një prej tyre është një studiuese bashkëkohore, Rosalind Ward, mbi emrin s'muj me e lexu, po me Guaini, kështu diçka e kam, duke të është gjermane. Ajo, do të thënë, e konstaton këtë formë të argumentimit që e përdor Kurani Fisnik. Pastaj shton ndër tjera thot, arsyetimi edhe argumentimi janë aq të pandashëm nga përmbajtja dhe struktura e Kuranit, saqë ato në shumë mënyra thot e kanë formsu vetë vetdijen e dietarëve të Kuranit. Pra, vetë dietarët e Kuranit të ndikuar nga forma argumentimit të Kuranit e kanë mishëru që të praktik brenda argumentimit të tyre, edhe ti e sheh shumë herë, domethënë, në njëjtën formë dietarët ta bëjnë një shpjegim edhe thonë me pakon çështu, kish ndodhur çështu. Meqense se s'ka ndodhur çështu, i bën që nuk është në bazë të pretendimit që ti e jep çysh e prunën pra shembullin e dy zotëve. Vetë dietarët pra e kanë përdor këtë formë të argumentimit, e një prej tyre është njëri prej shoqëruesve të Imam Shafiut, Imam Buwaiti, e ka përdorur në debatet e tij teologjike me Mu'tazilit, pra me ata që kanë thënë që Kurani nuk është fjalë e Zotit, por është krijesë e Zotit. Ka shumë probleme, por nuk është tema jonë aty, po vetëm po dëmë në nënvizu që ka përdor argumente logjike, jo vetëm argumente fetare. Kjo e legjitimon pra përdorimin e argumenteve logjike, edhe shohim pra që ai është bazuar në fjalët e Allahut për përdorimin e argumenteve logjike. Argumenti i tij u kon kështu. Ka thënë Allahu i Madhnum kur e ka kriju Isa alayhis salam, ka thënë kun, bëhu. Edhe është bo Isa alayhis salam pa bab. E thot kun, ç'kjo bëhu, me pakon i krijume, nuk ish mujt me kriju një krijesë tjetër. Po është e pa krijume, prandaj ka kriju krijesë. Nëse kun i shkon e krijume, atëherë kish vit më kon një tjetër kun para këtij kuni që më kon i pa krijuar. Edhe në këtë formë më thënë ka argumentuar që Kurani është fjalë e Zotit, edhe është cilësia e tij e përhershme, e nuk është krijesë e Zotit. Krijesë e Zotit është rezultati i cilësive të Allahut të Madhëm. Gjithashtu i keni edhe për këtë pjesë është fjala e Imam Ahmedit. Bismillah. Fjala e Imam Ahmedit që është e ngjashme. Pra, kur Allahu alayhis salam i ka thënë bëhu, Isa alayhis salam u bë. Isa nuk është vetë fjala kun, pra bëhu, mirë po u bë prej kunit apo prej fjalës bëhu. Pra, e ka përdor pak a shumë të njëjtën mënyrë që e përdor Kurani Fisnik në argumentimet e tij. Allahu pra në Kur'an tham që gjithherë në vazhdimsi na fton neve për meditim, gjithashtu edhe e çet veten e tij, pra Kur'anin Fisnik, tekstin e tij, e çet në laborator analitik. Çka i bën kjo? Thot për shembull në Kur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, a çush nuk po e meditojnë Kur'anin, çush nuk po analizojnë, çush nuk po studiojnë, walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Sikur ti shkon për dikujt tjetër përveç Allahut, kishin gjetë shumë mospajtime. Domethënë nuk ka mundësi më kon një libër
prej dikujt që nuk është krijuesi, pra që nuk është Allahu, edhe pastaj mos me pas kundërthënie edhe për kohëzgjatjen shumë të madhe. Pra, ai që ka kur të shkruan një libër apo autor të cilët merren me shkrimin e librave apo me kërkime shkencore, e dinë që nëse zgjat diçka për 23 vjet, domethënë pjesë, duke u përshtatur rrethonave të ndryshme, është thuajse pa mundur pa dalë ty diku ndonjë defekt që mundet me u kuptu si kundërthënie. E shtoja kësaj laramanin e temeve që i ka Kurani Fisnik. E shtoja kësaj kohëzgjatjen mas shpalljes Kurani Fisnik e deri më sot që është, se s'më thënë që Kurani është në nështru, mirë po shumë testet kanë mujt me u bo për me vërtetu fjalën e Allahut më vonë. Sfidat që i ka Kurani Fisnik, të vërtetat shkencore edhe pse nuk është libër i shkencës. Gjitha këto asnjëherë në asnjë citat Kurani Fisnik, në asnjë germ Kurani Fisnik nuk ka mujt me u vërtetu që është e kundërta me realitetin faktik apo atë të cilin e jetojnë. Ndalim inshallah tek metodat dhe sa t'ja marrë dorën bëmani Allah. Tek metodat bismillah. Metodat edhe aspekte argumentuese të Kuranit Fisnik, edhe inshallah i shohim një nga një çfarë lloj të metodave i përdor Kurani Fisnik gjatë argumentimit të tij. Pra, thamë që Kurani Fisnik është forcë argumentuese, edhe i ka disa metoda të cilat i përdor, e këto nuk janë gjitha, po janë më kryesore që i gjejmë për gjatë komplet Kurani Fisnik. E para për këtyre është Kurani Fisnik shumë herë vjen me rrëfime historike edhe me shembuj paralel. Pra, ti sjell rrëfime të ndryshme që kanë ndodhur në histori. Historitë e popujve të ndryshëm. Edhe pastaj thotë gjendja e këtyre popujve u kon e tillë. E kanë bë filan gjunahu. Për shkak që ti filan gjunahu që e kanë bë, i kanë ndodh ky lloj i dënimit. Rrjedhimisht secili që e bën këtë lloj të gjunahut është i predispozuar ndaj një rreziku që me rrok një dënimi i tillë, qoftë në formë të përgjithshme, qoftë në formë individuale. Pra, sjell ty rrëfimet për shembull të popullit Nuhut alayhis salam, sjell rrëfimet të popullit Adit, Themudit, edhe të popujve të më vonshëm, po edhe të popujve të më hershëm. Pastaj ja lën pjesën arkeologëve, shkencëtarëve të ndryshëm që më vërtetu. Edhe sot këto studime arkeologjike e vërtetojnë për disa prej popujve që janë përballë me dënime të ndryshme, i vërtetojnë pikërisht ashtu siç e ka përshkruar Kurani dënimin e tyre. Thot Allahu në Kur'an: "Kul siru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qabl, kana aktharuhum mushrikin." Thot thuaj o Muhammed, udhtoni në përbot e shikoni si ka qenë përfundimi i atyre para jush. Shumica e tyre kanë qenë idhujtar. Edhe pastaj shkencëtarët vinë të fushave të ndryshme, edhe i vërtetojnë pikërisht çu që ka përshkruar Kurani ndëshkimin e një populli, pikërisht gjejnë gjurmë të atij populli dhe ndëshkimit që është përballë ai popull. Pra, historia korrekte, le të themi, e mbështetur në faktet e prekshme shkencore, nuk bjen ndesh në asnjë rrëfim që e sjell Kurani, e që është pjesë e rrëfimeve të Kuranit Fisnik, e zakonisht është për pejgambert edhe për popujt e tyre. E zakonisht është gjithashtu edhe për fundin e tyre. E tregon pra Allahu i Madhnum çka ka ndodhur me popullin e Adit. Shkon edhe i sheh gërmallat, edhe e sheh pak a shumë qysh e ka përshkruar Kurani Fisnik, që ashtu e gjen edhe në realitet. I gjen për popull që nuk janë kon afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur ka jetuar. Domethënë që nuk ka pas mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thon, aq më pak nuk ka pas mundësi mi bë provat shkencore të cilat i përdorin, pra e përdor shkenca bashkëkohore, në mënyrë që marrë në përfundime të cilat vjen shkenca bashkëkohore edhe sot. E dyta është prej mënyrave që Kurani Fisnik e përdor shumë shpesh, ka të bëjë me vazhgimin e natyrës edhe argumentit kozmologjike. Pra, e përmendëm tash disa herë që Kurani gjithmonë i fton arsyeën, thotë mendo, qyr, analizoj, me çdo që përballesh, çu kanë mundësi me këta këto të rastësishme. E pastaj në ajetet e ndryshme, pra në vargjet e ndryshme të Kuranit Fisnik, i gjejmë një tërësi të pjesëve apo krijesave të Allahut Madhnum, të cilat Allah i nënvizon dhe thotë këtyre çto, a ka mundësi krejt që to me konë vetë? A ka mundësi që to krejt marrë në ekzistencë pa një krijues? Pra, e përdor si argument gjithçka që e shohim na. Ndryshe, në filozofi thënë këti argumenti teleologjik. Pra, e këqyr fundin e gjanave për me kuptu fillimin. Pra, hona, djedhi, toka, malet, njeriu, gjithçka, mirë, e qyshim arta në ekzistencë.
Qysh ka mundësi, dhe me thënë, me ardhë gjithë kjo perfektur, gjithë kjo bukuri, gjithë kjo briljancë e krijimit, yjet e rënditura, gjithësia, gjitha këto, edhe në fund mos me pas një shkaktar të pakrijuar. Pra marrë ata vetë në ekzistencë. Thot Allahu në Kur'an: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Thot më të vërtet në krijimin e qiejve dhe tokës, në këmbimin e natës dhe ditës. Pra ka diçka për këtyne, Allah i përmend, krijimi i qiejve dhe tokës ka ndodhur. Mirë po, ndrimi i natës dhe ditës ndodh gjithë. Gjatë tanë kohës na jemi dëshmitar që po bëhet herë po bëhet natë, herë po bëhet ditë. Domethënë është aktive mbikëqyrja e Allahut të lartësuar, është aktive nevoja për një faktor të jashtëm që për neve është Allahu i madhnuar që duhet me mirëmbajt këtë kozmos dhe këtë gjësi dhe mbarvajtjen në përgjithësi. Thotë në anije që lundrojnë në përdet për të sjellë dobi njerëzve. Anija pra ndet nëse e mendon pse nuk fundoset, pse nuk bjen. Allahu e ka krijuar në çat formë që me mujt me pas mundësi me majt anijen. Pra me majt anijet cilat i kanë ndërtu njerëzit, mirë po lundrimin e ka mundësu Allah i madhnom që me marrë dobi prej lundrime apo këmbimeve tregtare që i bën njerëzit apo edhe për peshkime kështu me radhë. Në ujin thotë që Allah e zbret prej qiellit. Pra para mendoni, prej ajrit, kur gjë s'ka, bëhen rreth edhe pastaj zbret qielli. Zbret shiu. Ha? Domethënë, që shtojnë kështu të anglisht out of thin air. Domethënë, prej kur gjë hiqet, u bë uji, shiu. E që ky shi, pastaj thot, duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur edhe duke shpërndar gjithfarë gjavësash. Pra, çaj shi që zbret, veçanti tash një mësimën e dimrit, duket sikur këtë pemë bimë të ndryshëm kanë vdekur, s'kan kur farshenje jete. Pastaj që ato ngjallen me që të shi, kur i vjen koha që është në pranverë, edhe secilën prej këtyre ndoshta me marrë si temë të veçantë, mundet më bëni një seminar në veti për secilin prej tyre. Mirë po i përmendim kalimtin vetëm për me tregu metodën argumentative të Kuranit fisnike, që është vëzhgimi i natyrës edhe argumentet kozmologjike. Pra, kur të sheh fundin e produktin, ti e kthesh te fillimi. Çet telefon për shembull, kur të sheh, ti e din që është një fabrikë tonë që duhet mi bë komponentet të cilat janë brenda këtij telefoni. Pra, prej fundit janë nis edhe kthesh te fillimi dhe me lejen e Allahut, pra e sheh forcën e argumentuese të Kuranit fisnik edhe duke përdorur këtë metodë. Tjetër është pyetje retorike dhe logjika deduktive që përmendëm prapë të rëndësia e argumentimit me Kuranin fisnik. Allah i madhëm e përmend shumë herë këto. E përmendëm ajetin em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. A mos vallë ata janë kriju prej kurrxhojit hiç, apo mos janë krijues të në vetvete. Pastaj vazhdon Allahu në Kur'an për thot am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. A mos vallë ata i kanë kriju qiejt edhe tokën, nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. Tash veç merr edhe analizoje, domethënë çka është të thon Allahu i madhëm me këtë fjalë. Allahu i madhëm po thot me këtë fjalë i ke katër mundësi. Gjithçka që po sheh, kretë krijesa që po sheh, janë katër mundësi, nuk ka të pestë. Thot e para është mos ka që është kriju diçka vetvetiu për asgjëje. Pra, veç më apo me gisht që shtu edhe me dal diçka, u kriju. A ka diçka kështu të s'ka? E dyta thot, a ka mundësi që një diçka që është e pa krijuar me vetë kriju vetën? A ke mundësi, domethënë, a ka mundësi një dikush që s'ka lind hala me bu një shpikje? Më thënë është e pa mundur, me vetë kriju vetën. Lemo, e treta thot, a mundet me kriju dikush që krijimi pra nga diçka tjetër e krijuar? A mundet me kriju dikush që është vetë i krijuar? A mundet me pru në ekzistencë dikush që ka pas nevojë me pru dikush tjetër në ekzistencë? Pra neve na kena pas nevojë që Allahu me na pru në ekzistencë. Qysh kena mundësi na me pru në ekzistencë diçka që nuk është në ekzistencë? Pra mujmë na me kriju vetë me qenë se jena të krijuar. Kur i shet të kret këto tre opsione që janë të pamundura, atëherë vjen te opsioni i katërt, që është i vetmi i mundshëm logjik. Domethënë i vetmi që ta pranon logjika, edhe nëse nuk i kthyer ajetet, edhe nëse nuk i kthesh ajeteve. Ato janë krijimi nga një qenie e pa krijuar. Pra atëherë domethënë është një qenie e cila është e pa krijuar që ka ekzistuar gjithmonë, edhe kjo qenie është e plot fuqishme, e që për neve është Allahu i lartësuar, e
ky Zot, pra Allahu i lartësuar na i ka sjell pastaj në ekzistencë të gjitha këto. Pra, i përmend opsionet edhe e tregon në vizën absurditetin e këtyre tre opsioneve të para, edhe pastaj është vetë kuptueshme që nuk ngel opsioni tjetër përveç se opsioni të katërt. E kjo është pyetje retorike. Pra, kjo është pyetje retorike. Kundërshtimi i argumenteve të rënd, edhe këto Kurani fiznik pra e bën në mënyrë briljante. Nuk është Kurani që fshihet prej akuzave. Më thëmë shumë herë na njerëzit, kur marrim akuza, në veçanti kur janë pyetje të vështira, nuk i përsërisim ato para tjerëve që pastaj mi dhon përgjigje. Po ti mundohesh mi menjanu, mi kalu. Madje edhe prej mungesës përgatitjes, edhe sot kur dalim në debat me për shembull, edhe duke dashur mi mbrojt parimet e fesë, kur të vinë ndonjë pyetje e vështirë pak, mundohesh me kalu duke ndru temën. E Kurani viznik nuk është kështu. Domethënë Allahu i madhnum pyetjet më të vështira që i kanë pas e që kanë mujt mi pas edhe sot i përmend vend Kur'an. Të dyshimet inshallah kena më marr më shumë. Ama për shembull, nëse marrim debatin që e ka pas Musa alayhis salam me faraonin. Faraoni domethënë vazhdimisht thotë unë jam zoti i këtyre lumejve. Unë jam zoti i botnave. Unë i kam këto fuqi. Kurani fiznik i sjell dhe i citon fjalët e faraonit. Edhe pastaj jep përgjigje dhe i demaskon me fjalët e Musa alayhis salam. Pra, ishe në vazhdimsi i përdor replikën apo kundërshtimin edhe i përgjigjet me ajete konkrete këtyre pretendimeve që i kanë dhënë. Pas na harrumi ndru slajdet, mirë po i kalojmë inshallah edhe shihni ajetet. Pra, kjo është për historitë dhe shembuj paralel. Ajetin që u lexova, kul siru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikin. Pastaj tek metoda e dytë, që është vëzhgimi i natyrës së argumente kozmologjike, për shkak të ajetit gjatë, domethënë e kam përmendur vetëm fillimin dhe fundin, më të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, sigurisht që ka shenja për njerëz me intelekt, tu duhet më çetja 3 pika i pas na haru, pra sepse kanë mes tyre edhe argumente tjera. Pra në krijimin e qiellit dhe tokës, në anije që lundrojnë edhe kështu me radhë, në gjitha këto ka argumente për njerëzit që kanë intelekt dhe që mendojnë. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, pra është një pjesë e ajetit. Nëse a janë kriju prej hiçit apo ata janë të vetë krijuar. Pastaj edhe Allahu më dhon pra i përmend edhe argumente të tjera të cilat i përmendëm. Edhe kjo është pjesa që ne duhet të trajtojmë tash, e që ka të bëjë me kundërshtimin e pretendimeve. Pra Musa alayhis salam gjatë debatit me faraonin, pas fjalëve që ia jep, thot Zoti jam është Zoti i gjithësisë, thot edhe unë jam, thot Zoti jam është ai që krijon, thot edhe unë krijoj, domethënë me fjalë shtyhet, debati bëhet me fjalë. Atëherë Musa alayhis salam fa alqa asahu fa idha hiya thuban mubin. Atëherë Musa alayhis salam merr dhe hedh shkupin, edhe jo kthehet në gjarpër. Atëherë thot ja ti që ke magjistar, edhe është e njohur historia e Musa alayhis salam për ata që doin me u kthy. Mirpo vet Kurani fisnik pra i sjell pretendimet të cilat i kanë. Edhe e radhës është gjuha koncize dhe elokuente që shënjon kuptime shumë të thella. Pra, Kurani fisnik e ka gjuhën shumë të përmbledhur. Kanjëherë na i marrim debatet të mëdha, gjata. I marrim debatet, edhe pastaj po duhet mi bëu ato në vëdhime. Ndërkohë Kurani fisnik i përmbledh krejt këto kanjëherë vetëm me një fjalë. Për shembull, ajetin cilin e keni këtu, thot wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Thot dikush që s'beson, një njeri mohus, neve na sjell shembulli, pra tash një debatus, sjell një shembull thot e harron vet krijimin e vet. Kush çka thot ky? Thot qala me yuhil idhama wa hiya ramim. Thot kush i ngjall eshtrat kur ato të kalben. Domethënë tash ky mendon që ka mohu, thot e komproni provë shumë të fortë. Domethënë ju mytun tash me këtë argument. Çush kanë mundësi mund ngjall eshtrat ato po kalben? Domethënë kjo është argumenti i këtij që mohon. Atëherë Allahu thot, thuaj, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Thot, thuaj, do të ngjall ai që i krijoi ata për herën e parë. Ai ka njohuri të plot për çdo krijesë. Pra, a është më e vështirë me kriju diçka herën e parë, herën e dytë? A është më e vështirë me bë prototipin e diçkaje, apo pastaj me emitu çet prototip edhe me bë edhe një herë tjetër? Po dyshim që herën e dytë është shumë më e lehtë. Për neve, për Allahun kur gjos është e vështirë edhe e lehtë. Po për më na ofro logjikën tonë, thotë, o ti insan që po thotë, çush do më ngjall Zoti, mos e eshnat kalben e bëhen plure hi, po ti si e kon hiç Allahu të ka kriju.
Domethënë hiç si e kon, Allahu të ka prunë ekzistencë. E çysh po e konteston fuqinë e Zotit që më të sjellë edhe një herë në domethënë në krijim. Pra, në përmbledhje këtij seksioni mund të thonë që Kurani argumenton me anë të fakteve të prekshme, me logjikë të pastër, me pyetje mendjehapse, edhe me një retorikë të përkryer. Krejt këtë debat për shembull. Po këtyre se tash kur të kalben ato eshtat bëhen në këtë formë, ato ju absorbon toka, kur e absorbon toka, ato kalojnë mundën më bëhen në formë të bimëve, ku e diune. Krejt këto debate që mund të kenë të natyrave ndryshme, të shkencave të ndryshme, Allah i përmbledh me pak fjalë. Ai i cili ka krijuar në parë, krijon edhe një herë tjetër. Fundi i diskutimit edhe filozofisë në këtë temë. Inshallah vazhdojmë me aspektet e mahnitshme të argumentimit të Kuranit, që njihen ndryshe si Ijazul Kuran. Pra, them që Kurani Fisnik është mrekullia kulmore dhe përjetshme e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është një mrekulli e vazhdueshme, është një thesar i cili vazhdimisht jep. Sa më shumë që thedhohesh, çaq më shumë t'jep. Rëndom, nëse merr një libër, edhe këto libra që kena mrapa këtu. Nëse merr, edhe analizon shumë, nuk ka mundësi mos me gjetë një gabim. Pse njerëzor. Madje, që është libri i dytë më i saktë mas Kuranit është Buhariu. Pra sepse është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe janë mbledh gjitha të sakta. Nëse merr edhe analizon, ka mundësi me gjetë ndonjë hadith për cilin ka fjalë. Për shembull, për një hadith kanë thënë një pjesë e madhe e dietarëve që ky hadith mundet të mëkon i dopt. Veç për një hadith në Kret Sahihun e Buhariut. Pra nuk ka mundësi, po për Kur'an s'ka ardhur kurkush më thonë që kjo ka mundësi mëkon e pasakt. Kanë ardhur pretendime, po kurkush se ka argumentuar, se ka dëshmuar. Për shembull mëse ju përmenda, e mos më ulon me kurreshtje, është hadithi për emrin e kalit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sahihun e Buhariut, që kontestohet. Një pjesë e madhe e dietarëve thonë që ky hadith ka mundësi mos mëkon i saktë. Pra, është një çështje shumë periferike, po argumenti jam është këtu për shkak që nuk është fjalë e Zotit. Për shkak që nuk është Kur'an, ka mundësi me u gjetë gabime, ka mundësi me u gjetë kundërshtim. Ndërkohë që te Kurani nuk ka mundësi asnjëherë, në asnjë formë, në asnjë periudhë, sado që të përparon shkenca. Nuk ka mundësi me kon në kundërshti ato që Zoti e ka thënë me ato që Zoti e ka krijuar. Pra, çka është shkenca? Çka janë ligjet shkencore? Janë krijesat e Zotit. Allah i ka vendosur këto ligje, çysh me usill toka, çysh me kon graviteti, çysh me kon ajri, këto janë ligjet e cilat Allah i ka krijuar për këtë botë. E çysh ka mundësi i njëjti burim ndërkohë që me pas kundërthënie njëna me tjetrën. Prandaj themi që Kurani është mrekullia e vazhdueshme. Aspektet kryesore, të cilat i shohim këtu është që nuk ka mundësi kurkush me imitu Kuranin qoftë në stilin letrar e qoftë në stilin argumentativ. Pra nuk ka ardhur kurkush s'ka mundë me grë, kjo sfidë qëndron. Inshallah të dyshimet kena me i pa disa orvatjet, cilat më shumë janë çesharake se sa domethënë se në aspektin e sfidimit të Kuranit Fisnik. E dyta ka të bëjë me ndikimin që ka Kurani Fisnik e që kjo është shprehje në mrekullitë të Kuranit Fisnik. Pra ndikimin e dëshmuar me fakte. E treta është përsosmëria e Kuranit, ku Kurani ka një koherencë logjike, pra nuk mundet më kon një herë me të thënë diçka tjetër, e dikur më vonë me të thënë diçka tjetër, e kjo mos me pas shpjegim njëna me tjetër. Pra nuk ka kundërthënie. E katërta janë paralajmërimet, që janë paralajmërimet në Kur'an që i gjejmë për gjëra që s'kan ndodhur, e cilat më vonë kanë ndodhur ashtu siç i ka përshkruar Kurani Fisnik. Edhe e pesta është universaliteti i Kuranit Fisnik, që i bën që Kurani Fisnik është i vlefshëm për gjitha kohënat. Prandaj në fund të dyshimet kena me pa që njëra prej sulmeve që i bëhet Kuranit Fisnik thotë që i ka dalë koha. Të shumë mirë në konë shumë i përparu më konë për kohën e ti, mirë për tashmo, dhe më thëni ka dalë koha, kjo nuk qëndronë dhe nuk është e vërtet. Po ja fillojmë inshallah me pamundësinë e imitimit të Kuranit Fisnik. Kurani Fisnik pra i sfidon njerëzit, Kurani Fisnik i sfidon njerëzit me imitu. Pra, ti paramendo sa do është më konë i sigurt, që ki bo diçka të mirë, edhe që s'mundet me bo kërkush tjetër që ki bo ti, edhe pastaj me elon sfidën e hapur, jo për njerëzit e kohës tënde, po me elon sfidën e hapur deri në pafundësi. Thot Allahu në Kur'an: "Kul in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Thot, sikur me u bashku gjinët dhe njerëzit. Pra, dy speciet inteligjente që janë të ngarkuara. Angjëjt janë krijesat bagabueshme, të cilat janë të Allahu i Madhëm. Po gjinët dhe njerëz me bëni koalicion të përbashkët.
nisi një poezium të madh shkencor, më të mençmit e xhinëve, edhe më të mençmit e njerëzve. Më u mbledh edhe i vetmi objektivi tyne më konë që me bo diçka sikur çush është Kurani. Pra diçka ngjashme me Kuranin. Thot Allahu i Madhëruar nuk mund me bo. Edhe nëse njëri për tjetrin ndihmues, pra. Edhe nëse njëri tjetrin e ndihmojnë duke i dardhë përpjekjet e tyre të përbashkëta, nuk kanë mundësi me bo. Gjithashtu thot wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi sura. Thot nëse jeni në hamendje, dyshoni për këto që kena zbrit na, i kena zbrit na robit ton, pra Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bëjeni edhe ju një sure. Bëni edhe ju një sure. Min mithli, pra sikur se Kurani, wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Thot edhe sidheni dëshmitar tjerë jo Allahun. Sepse me thonë që Allahu le ta gjykon, dani me thonë që është e padrejtë, është subjektive. Sa është fjala e Allahut, atëherë kjo është e padrejtë. Mirë, do të merrni dëshmitar tjerë, për njerëzve tjerë. Le të jenë njerëz korrekt, ju zgjidheni edhe le ta krahasojnë që ato që i keni bëu ju me ato që e ka thënë Allahu i Madhëruar. Pra a ka mundësi me kon, a është e njëjtë apo nuk është e njëjtë? Thot Allahu i Madhëruar, fa in lam taf'alu, nëse se keni bëu, pra në kohën e shpalljes, wa lan taf'alu, e as keni me bëu, as deri sot nuk keni bëu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Keni morë frikë Zotin, keni morë frikë zjarrin, i cili është përgatitur për njerëzit edhe i cili më falni është në lëndë djegëse të cilit janë njerëzit edhe gurët edhe është i përgatitur për ju besimtarët. Dhe më thënë, provën e keni të parasyve. Sfida vazhdon. Motivi është i lartë. Ti paramendo me të dalë dikush edhe me diskreditu, me thënë që edhe unë e këmë bëni Kur'an. Dhe më thënë, komplet islami bjen. Komplet pretendimi jonë bjen. Po s'kanë mujtë me e bo. Dhe më thënë, motivin e kanë pas shumë të lartë, sepse janë mundu me bo gjitha forma tjera. Pra, janë mundu, kur e kanë hapë këtë sfidë, më thënë, kur është hapë kjo sfidë, Kurejsht, cilët janë konë njerëz ma eloquent, kanë ditë mas mirë ti me shpreja dhe me bo poezit. Kanë thënë, apo, kollaj ku ka puna. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas ka sjellë një poezi të mirë, një libër të mirë, që edhe na pe bëjmë një tjetër, edhe mbaron kjo punë. Domethënë, le të krahasojnë njerëzit, le të shohin që kjo jona është më e mira se sa kjo që e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëherë edhe mbaron punën kur. Pse me bu lufta, pse me u marr me gjëra të tjera. Shumë e thjeshtë, shumë kollaj. Mirpo kredion kanë gatshëm i bë përveç se me hy edhe me shkruaj një libër që është Kurani fisnik, e kjo është e pamundur me qenë se është fjala e Allahut të Madhëm. Ibn Kathir Allahu mëshiraf thot, në sfidë të tillë s'mund dilte nga askush tjetër përveç se dikush që është krejt i bindur se njerëzit kur s'do të mund ta kundërshtojnë ato me një vepër ngjashme. Po të ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një tridhus, pra një mashtrues që ka shpik vet Kuranin, ai kishte pas frikë me ardh një kundërpërgjigje dhe me nxjerr gënjeshtar. Pra dikush që e ka shkruar një libër, një autor sot, kur unë nuk e di që ka thënë, kur kush nuk mundet me shkruaj siç libër që e kombuën. Po se vjen dikush e shkruan edhe më të mirë, domethënë edhe këto e lën shumë keq edhe ja zhvlerëson veprën. Pra, gjithashtu dihet botërisht se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kon i rimençëm. Pra nuk kon dikush që nuk ka mujt me parapa këtë rrezik. Thot, ndaj kush do të ndërmirte diçka të tillë, po të mos të ishte i sigurt se s'ka njeri që mund ta imitoj. Thot, edhe ashtu ndodhi nga koha e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Deri më sot askush s'ka mujt me sjell qoftë diçka të ngjashme me Kur'anin fisnik, madje jo me Kur'anin, po as një sure të Kur'anit fisnik. Thash, inshallah nesër kena më pa disa prej shembujve që i kanë sjell disa e që në mundu mi bo kinë se sura dhe domethënë ajo që kanë arrit me na dhuru disa buzëqeshje kur i lexojnë domethënë çka kanë ditë me buën në kuptimin më pejorativ të mundshëm. Mrekullia e ndikimit transformues po heci pak më shpejt meqense peshoj që po marr shumë kohë. Mrekullia e ndikimit transformues, pra argumenti apo efekti argumentativ në zemrat edhe në shoqëri. Një aspekt i veçantë i Kuranit fisnik është që i prek zemrat. Pra i prek zemrat në atë mënyrë që e ndryshon jetën e njerëzve. Kjo në vetvete është mrekulli. Pra argumentet e Kuranit nuk janë thjesht faktet ftofta intelektuale. Pra ta bjen që ky është fakt sikur se shkenca. Mirpo përtej kësaj ka edhe një ndikim të drejtë për drejtë në zemër. Omer ibn Hatabi, pra, edhe pse ka pra mos pajtime në saksinë e kësaj ngjarje, u zbut pasi ka dëgjuar ajetet e surës Taha. Pra, edhe pse u kon jo besimtar.
poetët pra shumë elokuent që shukon Lebidi ibn Rabia, kanë hek dorë për poezia e tyre kur e kanë pa fjalët e Allahut, ka thonë kjo s'krahasohet me fjalët e Allahut të lartësuar. Shumë, domethënë popull e dim vet Kurajsht, pastaj edhe popull tjerë kur i kanë dëgjuar fjalët e Allahut të Madhnum, pra janë për ul edhe kanë rënë në sejdë me xhantimin e surën Najm, kur e kanë dëgjuar në mënyrë të pavetdijshme. Pra veç trupi i tyre ulshua dhe ka rënë në sejdë për efektin që kanë në fisnik. Edhe sot shohim domethënë shumë herë katë efekt të Kuranit fisnik tek jo besimtarët. Pra nis me kajt, tu mos e marr vesh as çka është duke lexu si i fjalët e Allahut Madhëm. Thjesht për indikimin që e kanë fjalët e Allahut Madhëm në zemrat e njerëzve. Pra, kjo është një fuqi transformuese që e ka Kurani fisnik. Allahu thot në Kur'an: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahma lil mu'minin." Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Pra, Kurani vetveti është shërim për njerëzit në përgjithësi dhe është mëshirë për besimtarët. Pra, nëse dënë me marë pjesë nga mëshira e madhe Allahut të Madhëm, merre prej Kuranit fisnik. Sepse ajo që aty është për ty. Është mëshirë për besimtarët. A je besimtar? Po. Hajde të shkojmë me deduksion. A je besimtar? Po. A pas ka mëshirë për besimtarët Allahu në Kuran? Po. Atëherë i bjen që nëse dënë me marë mëshirë, merr mëshirë prej Kuranit fisnik, me qenë se ti je besimtar, edhe Kurani ka mëshirë për besimtarët. E është shërim për njerëzit në përgjithësi. E shëron atë smundjen më të madhe që mund të pas njeriu, që është mosbesimi, edhe ja sjell ilaçin më të madh që është besimi. E shëron hipokrizin, edhe ja sjell, domethënë, çiltërsinë apo sinqeritetin. Gjithashtu i shëron edhe smundjet të cilat janë fizike. Kurani fisnik e shëron kukëdhimbjen, edhe i shëron smundje të ndryshme, edhe kjo është argumentuar. Pjesa tjetër ka të bëjë me përsosmërinë e brendshme edhe koherencën logjike, e përmendëm pra disa herë, e që ky është një tipar mbreslënës i Kuranit fisnik, pra është aq unitar, edhe aq i qëndrueshëm në argumentim, pavarësisht faktit që a ardh i pjesëzuar për 23 vite. Edhe kjo është shumë sfiduese për këdo që është i kësaj lëmie i kësaj fushe, pra. Për këdo që dënë me shkru diçka, që me kon unik, edhe mas me pas nevojë me hek diçka që i ki thënë më herët, pra, dikush mundet me marrë edhe me bëni vepër për 23 vjet. Mirë po, duke bë këtë vepër për 23 vjet, diçka që e ka thënë në, le themi, vitin e 5, kur vjen te viti 20, thotë që to të heki, sepse nuk i bjen. Në fund thotë të hek edhe do që janë kon më herët. Pra, gjatë gjithë kohës bën ndryshime, ndërsa Kurani fisnik jo. Nuk ka asnjë ajet që i ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e që nuk është sot në mushaf, nuk është sot në Kur'an, nuk është në dispozicion për neve me lexu. Thot Allahu madhum walau kana min indi ghayri llahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Sikur ti shkon, mos ti shkon për Allahut, kishin me gjetë shumë kundërthënie. Gjithashtu, domethënë për shkak që Kurani fisnik nuk ka kundërthënie dhe ka koherencë plot logjike, Allahu i madhum edhe jep edhe një premtim tjetër i cili është realizuar shumë herë dhe vazhdon me realizuar edhe sot. Sanurihim fi ayatina wa fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne kemi më treguar ty në shenjat e tyre, në hapësirat toksore e qellore. Se në vetvete derisa të bëhet e qartë plotësisht se ai Kurani është e vërteta. Pra, njerëz kanë me ardhur në përfundime dhe kanë me pa që Kurani është e vërtetë dhe nuk ka alternativë tjetër ndaj kësaj alternative. Gjithashtu paralajmërimet profetike edhe përputhje me realitetin shkencor është një tjetër prej mrekullive të Kuranit fisnik. Ju kena parasysh, për shembull, në Kuran thuhet gulibatir rum, romakët janë poshtë, ndërkohë që romakët janë kon superfuqi kur ka zbrit që kjo ajet. Mas pak kohë, mas disa vite, romakët pra binë si perandori, edhe ky paralajmërim i profetit sallallahu alaihi wasallam vjen domethënë në një kohë apo në rrethanat shumë të vështira për muslimanët që nuk kanë paramendueshme, ala domethënë ata nuk kanë kënd fuqishëm mi bë ball jahudive, hebrejve të Medinës apo idhujtarëve të Mekës, e lërë më marrë me një perandori që u konë super fuqi e kohës që u konë kjo perandoria romake, pra Bizantët, e Allah i madhum pra e jep këtë premtim edhe pastaj e realizohet. Ose, për shembull, ajetet të cilat flasin për zhvillimin embrional të njeriu të barkun e nënës.
pra shumë precizjen, ja ku keni pra ajetin, shumë preciz i ke çysh krijohet fëmia në barkun e nënës. Pra për një pike, pastaj bëhet një copë mishi, pastaj bëhet i ke secilën etapë. E ke të precizuar. Çysh ka mujt me ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë kurse ka ditë kurkush. Pra, çysh na ka treguar Allahu më në Kur'an, çashtu është sot edhe nuk ka asnjë diskrepancë mes përshkrimit të Kur'anit edhe realitetit të vëzhgueshëm sot me ndihmën e zhvillimit të shkencës në përgjithësi. Edhe e fundit për këtë pjesë është ruajtja e përhershmërisë edhe universalitetit të Kur'anit. Pra, Kur'ani fisnik këtu i kena dy pika kyçe mi pas parasysh. E para, Allahu i Madhum ka premtu që Kur'ani fisnik ka më mbet çashtu që ka zbrit. A kanë mbajt këtë premtim Allahu i Madhum, a qëndron? Po. I bën që vetë prova e saktësisë së Kur'anit fisnik është brenda Kur'anit fisnik. Pra thot Allahu në Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kena zbrit Kur'anin fisnik dhe na sigurisht kena me e rujt atë. A është rujt Kur'ani fisnik? Po. A ka ndonjë ndryshim në Kur'anin fisnik? Jo. Atëherë domethënë kjo është dëshmia e fortë që Kur'ani fisnik është fjala e Allahut Madhum, meqense është mbajt premtimi deri më sot. Me mos me hub Kur'anin fisnik, atëherë i bën që nuk është prej Zotit. Meqense s'ka hub edhe nuk ka me hub deri në ditën e gjykimit, atëherë domethënë Kur'ani fisnik mbetet deri para ditës së gjykimit, që ne ka paranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë atëherë Kur'ani fisnik mbetet edhe forca e tij argumentuese pra është e reale dhe e vërtetë. Edhe dyta, universaliteti pra është i vlefshëm për secilin ku. Kur'ani fisnik me rregullat e tij, me dispozitat e tij, me gjithçka që e normon jetën e njeriu, është i vlefshëm edhe sot, dhe nuk ka mundësi ndonjë ligj tjetër më kanë më mirë se sa Kur'ani fisnik. Pse? Atë më përgjigj dikush, pse? Pse s'ka mundësi më kanë asnjë ligj tjetër sot, asnjë kushtetut tjetër më mirë se sa Kur'ani fisnik? Po? Është prej që Allahu më ka kriju këtë univers dhe po, domethënë Allahu të ka kriju ty. Përpara universit ka kriju ty. Edhe mua dhe secilin. Meqense Allahu na ka kriju neve, ai din më së miri nevojat tona, edhe kufizimet tona. Pra ai din çka mundesh edhe çka s'mundesh. Prandaj domethënë i ke të lejune diçka që detyrohesh me e bën në rrethana të caktuara, e të njëjtën pastaj ke ndaluar në rrethana kur nuk je i varur prej saj. Pra Allah e din më së miri çka mundesh ti dhe çka s'mundesh, çka duhet edhe çka s'duhet. Prandaj, cili do ligj tjetër nuk mundet me ditë më mirë se sa Allahu i Madhum për këtë njerëzit, për shoqëritë. Allah e din cila është forma më e mirë me organizuar shoqërinë. Studime të ndryshme ku e diun këtë janë në nivel të krijesave edhe në nivel të dijes së kufizuar. Ndërkohë që Allah e ka dijen e pa kufizuar. E di të kalumen e pafundme, pa fillim, edhe di të ardhmen e pafundme pa mbarim. Pra, din gjithçka, secilin detaj. Duke qenë, pra Allahu i Madhum i gjithdijshëm, dije ploti që din gjithçka, a e din më së miri se çka na bën për shtatën neve. E din pra figurativisht cila tesh, cila këmish na bën tamam neve. Prandaj, pse do arvatja e njerëzve është e përkohshme. A ki pa domethënë sistemet gjithmonë ndrojnë. Jo ai, jo ky, jo ai, jo ky, jo ai, jo ky, asnjëherë si bën tamam asnjë sistem njerëzimit përveç atë që Allahu e ka shpall në Kur'anin fisnik. Besoj që këtu është mirë me u ndal, meqense kena konsumuar kohën. Kjo është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili pra thotë çdo pejgamberit apo çdo profeti janë vënë mrekulli, të atilla që njerëzit lehtë i besojnë, mua më shton thotë shpallje, të cilën më ka shpallë Allahu, andaj shpresoj të jem profeti me më së shumti pasues në ditën e gjykimit. Pse? Për shkak që Kurani është më i fortë se sa me marr me gjujt shkopin e më të shndruar në gjarpër, ose me marr me mshu detën edhe më të qa në dy pjesë. Mrekullia e Kuranit fisnik është më e fortë dhe më ndikuese se sa secila mrekullie e secilit pejgamber tjetër. Kjo është e gjitha për sot. Inshallah vazhdojmë në pjesën tjetër nesër. Sallallahu ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, alhamdulillahi rabbil alamin.